Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësia dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 30-32 të surës Fussilat, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Vërtet, ata që thonë Zoti ynë është Allahu, e pastaj qëndrojnë të palëkundur në drejtësi, në besim, mbi ta zbresin engjujt dhe u thonë: mos u friksoni dhe mos u piklloni, por gëzohuni me xhennetin që u është premtuar. Ne jemi mbrojtësi tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Aty në xhennet do të keni gjithçka që dëshirojnë shpirtrat tuaj dhe gjithçka që kërkoni si mikpritje nga një falës i madh dhe mëshirues. Sot, me ndihmën e Allahut, duhet të ndaj me ju disa mendime dhe reflektime mbi një temë që është thelbësore për jetën e çdo besimtari, dhe veçanërisht për në këtë ditë, në këtë kohë ku vrulli i madh material ka përfshirë gjithçka. Dhe në këtë situatë duhet që besimtarët të jenë të palëkundur. Dhe për sot do të flas për temën palëkundshmëria dhe triumfi dhe lidhja, marrëdhënia që kanë pra së bashku pra palëkundshmëria dhe triumfi në jetën e njeriu. Por çfarë është palëkundshmëria apo istikameti, që është me gjuhën e Kuranit? Palëkundshmëria është qëndrueshmëria e fortë e njeriu përballë sfidave, tundimeve dhe padrejtësive të ndryshme. Është qëndrimi i fortë ndaj bindjeve, parimeve dhe vlerave të larta morale, etike dhe humane, ku njeriu është pra i palëkundur nga presionet, frika, apo nga kënaqësi të tundimet e përkohshme të kënaqësive të kësaj bote. Kur themi palëkundshmëri, kemi parasysh rezistencën e brendshme që njeriu mbart në vete kur ka një besim të fortë dhe një qëllim të lartë dhe të sinqertë. Palëkundshmëria është e lidhur ngushtë me durimin, që është koka e besimit. Në ajetin 146 të surës Al-Imran, Allahu i madhruar thotë: sa e sa profet bashkë me shumë besimtarë të vërtet luftuan, e megjithatë nuk u përkulën para goditjeve që morën në rrugën e Allahut, as nuk u dobësuan
e as nuk u nënshtruan. Allahu i do durimtarët. Pra, qëndruan të palëkundshëm, edhe pse pra u goditën nga armiqtë e tyre. Ata qëndruan të palëkundshëm, ishin të durueshëm, dhe Allahu i do durimtarët, i do ata që janë të palëkundur në rrugën e tij. Shembulli më i lartë i palëkundshmërisë janë profetët e Allahut dhe ehli bejti i profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. A nuk ishte palëkundshmëria ajo që e bëri profetin Ibrahim, paqja qofshin mbi të qëndroi i vetëm përballë një populli të tërë që adhuronte idhujt? A nuk ishte palëkundshmëria ajo që e bëri profetin Musa a.s. të sfidoi faraonin, tagutin më të madh të historisë? A nuk ishte palëkundshmëria ajo që e bëri profetin Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që të triumfoi përballë kurejshitëve idhujtar, të cilët e lënduan, e akuzuan, e persekutuan dhe tentuan ta vrasin? A nuk ishte palëkundshmëria ajo që e bëri Imam Husejnin, paqja qofshin mbi të qëndroi në fushën e Kerbelas, duke ditur se nuk ishte ndihmë dhe se do të binte dëshmor, por ai nuk ju nënshtrua pa drejtësisë, qëndroi i palëkundur në rrugën e Allahut, në luftë kundër padrejtësisë. Këta ishin njerëz, për profetët e ehli bejtit, paqja qofshin mbi ta, që nuk e lidhën triumfin me fitoren materiale, por me mbrojtjen e së vërtetës, të moralit dhe të dinjitetit. Të njëjtën rrugë të profetëve dhe të ehli bejtit, paqja qofshin mbi ta, ndjekin sot populli liridashës në Palestinën e kushtuar dhe populli trim e i pathyrshëm i Iranit. Allahu, inshallah, i gëzoj zemrat e tyre me një triumf sa më të shpejtë. Të dashur vëllezër dhe motra, palëkundshmëria luan një rol në jetën tonë të përditshme. Ajo na ruan nga rënja në mëkat, nga pasimi i epsheve, nga braktisja e vlerave, nga shitja e ndërgjegjës për interesa të ulta, kur sot shohim shumë e shumë njerëz që e kanë shitur ndërgjegjen e tyre tek taguti, tek padrejtësia, vetëm e vetëm për disa fitime të ulta të kësaj bote. Njeriu duhet jetë i drejtë në gjykim, të maj anën e drejtësisë, të mos tundohet nga paraja, të mos friksohet nga kërcënimet, sepse kjo botë është kalimtare, bota e përtejme është e përjetshme dhe do dalim para krijuesit të japim llogari për gjithçka. Palëkundshmëria është e nevojshme në jetën tonë, sepse me anë të saj ne ruajmë namazin, edhe kur jemi të zënë. Me anë të lëkundshmërisë thuhet e vërteta, edhe kur është e hidhur. Me anë të lëkundshmërisë ne
Nuk I bashkohemi pa drejtësisë. Edhe kur është e përhapur, siç e shikojmë në këtë ditë, që ka mbuluar qiellin e dynjas pa drejtësi me të gjitha llojet e ngjyrave. Palëkundsmëria është e nevojshme sepse ajo na mban të jemi besnik ndaj parimeve, edhe kur shoqëria na shtyn në rrugë të tjera. Për çdo vepër ka shpërblim. Por vallë cili është shpërblimi I palëkundshmërisë? Përgjigja është se shpërblimi I qëndrueshmërisë është triumfi, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Në mënyrë të pashmangshme, palëkundshmëria çon në triumf. Ky triumf mund të mos jetë gjithmonë I dukshëm në këtë botë, por Allahu e ka garantuar triumfin në Kur'an. Për ata të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira dhe qëndrojnë të palëkundur në rrugën e drejtë, në rrugën e të vërtetës, në rrugën e drejtësisë. Në ajeti 51 të surës Ghafir, Allahu I madhuar thot: Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ne me siguri do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë dhe ata që besuan në jetën e kësaj bote dhe në ditën kur dëshmitarët do të dalin në jetën tjetër. Pra, besimtarët gjithmonë kanë përkrahjen e Allahut, kanë ndihmën e Allahut. Edhe nëse mund të vonoj pak, sepse jemi në botën e sprovës. Por Allahu nuk e shkel premtimin e Tij për të ndihmuar dhe për të dhënë triumfin besimtarëve, sado që të zgjasë koha. Triumfi nuk është vetëm fitore në betejë. Ai është paqe e brendshme, është dinjiteti I ruajtur, është ndërgjegja e qetë dhe mbi të gjitha është kënaqësia e Allahut. Nuk ka triumf më të madh se sa të fitosh kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Palëkundshmëria ka edhe ajo dobitë e saj. Dhe ata dobi na I përmend edhe libri I Allahut, Kurani I shenjtë, të cilin fatkeqësisht ne kemi hedhur pas shpine. Duhet të kthehemi te Kurani. Sepse ai është pastruesi, ndriçuesi, shëruesi, forcuesi, bashkuesi. Ai na çon në mirësitë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Në ajetin 200 të surës Ali Imran kuptohet se palëkundshmëria sjell triumfin. Allahu I madhuar thot: Ja ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O ju që besuat, bëhuni të durueshëm dhe kapuni fort në durim, në palëkundshmëri dhe qëndroni në gatishmëri dhe krijeni frikë Allahun që të shpëtoni. Durimi është qelësi I ndihmës dhe I triumfit, I fitores. Prandaj Allahu na urdhëron në surën Bakara në ajetin 45 që ne të kërkojmë ndihmë me durim dhe me namaz. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Dhe kërkoni ndihmë me durim e me namaz. Kjo është e rëndë përveç për ulurit. Sa madhështor kjo jetë. Kërkoni ndihmë me durim dhe namaz.
sepse gjatë namazit ne jemi në komunikim të drejt për së drejt me krijuesin fuqiplot, me Allahun, në dorën e të cilit janë gjithçka. Ndihma e Allahut, triumfi, vjen pra pas lëkundshmërisë. Si thot në ajetin 125 të surës Al-Imran, nëse ju duroni dhe ruheni, atëherë kur ata pra armit ju sulmojnë me njëherë, Zoti juaj do t'ju ndihmojë me 5.000 engjëj të renditur. Ky ajet pra tregon lidhjen e fortë të durimit me palëkundshmërinë dhe me ardhen e triumfit. Pra nëse duroni, jeni të devotshëm, ruheni nga të këqija, ruheni nga mendimet e këqija. Kur pra armit ju sulmojnë, thot Kurani, atëherë Zoti do t'ju ndihmojë me 5.000 engjëj të renditur. Pra siç i ndihmoi besimtarët në Bedër, në Hanim, në Uhud, e në betejë të tjera, ndihma e Allahut është e vazhdueshme për besimtarët deri në fundin e kësaj jete. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, triumfi është shoku i durimit. Sa madhështore për këtë thënie e Imam Aliu. Një fjali e shkurtër, por e thellë në kuptim dhe na mëson se triumfi shkon gjithmonë dorë për dorë me durimin dhe qëndrueshmërinë. Ata që janë të palëkundur, na thot Kurani, ata janë të shpëtuar. Siç thuhet në surën Fussilet ajeti 30, vërtet ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe më pas qëndruan të palëkundur, për ata nuk do të ketë as frikë as trishtim. Ata janë pra të shpëtuar, janë të gëzuar në ditën kur do të dalin para krijuesit, para Allahut fuqiplot. Imam Jafar Sadiq paqja qoftë mbi të ka thënë, nëse qëndroni vendosur në sprova dhe mbështetesh tek Allahu, ai pra Allahu do të dhurojë triumfin edhe nëse gjithë bota të kundërshton. Pra duhet të kemi besim të plotë të fortë tek Allahu, veçanërisht në kohë vështirësie, kur të mos e humbim shpresën tek ndihma e Allahut, tek fuqia e Allahut, sepse Allahu pra është mbrojtësi më i mirë i besimtarëve. Imam Huseini paqja qoftë mbi të ka thënë, unë nuk u ngrita për prishje, por për përmirësim, duhet të urdhroj për të mirë e të ndaloj nga e keqja dhe të ecë në rrugën e gjyshit tim. Pra ky është përsëri një shembull i lartë i palëkundshmërisë për hir të së vërtetës, që solli pra triumf shpirtëror dhe moral për njerëzimin, pra martëzimi i Imam Husejnit alayhis salam. Ai ishte i palëkundshëm ndaj të vërtetës, ndaj të drejtës. Ishte i rrep ndaj padrejtësisë dhe të padrejtëve. Kështu duhet jemi në çdo kohë. Imam Muhammed Bakr, paqja qoftë mbi të, ka thënë, besimtar është ai që qëndron i fortë edhe kur jeta i vështirësohet, edhe kur njerëzit e braktisin, sepse besimtari pra e di se Allahu nuk e braktis atë. Ky është besimtari i vërtet. Pra si Imam Bakr, paqja qoftë mbi të, pra është ai që qëndron i fortë edhe kur jeta i vështirësohet, edhe kur njerëzit e braktisin, sepse besimtari e di mirë se Allahu fuqiplot kur nuk e braktis. Allahu është gjithmonë me ne, kudo që të jemi. Të dashur vëllezër dhe motra, triumfi është aleat i palëkundshmërisë, sepse triumfi i vërtet në jetë vjen si rezultat
i qëndrueshmërisë dhe palëkundshmërisë në rrugën e drejtë. Është për aleati palëkundshmërisë sepse triumfi, se askush nuk arrin diçka të madhe kur ka shpirt të dobët apo dorëzohet shpejt. Triumfi arrihet kur shpirti është i fortë dhe kur nuk dorëzohet. Triumfi nuk është fryt i rastësisë, por i këmbguljes, i besimit dhe i palëkundshmërisë. Nëse një njeri qëndron i vendosur për të vërtetën, për drejtësinë, për qëllimin e tij, edhe nëse nuk fiton me njëherë, ai është në rrugën e fitores. Fitoria do të vite ka ai. Një student që nuk dorëzohet ndaj vështirësive në mësim, që përpiqet dhe vazhdon synimin e tij, ai do të triumfojë, sepse është i palëkundur në qëllimin e tij. Një besimtar që i përballon provat me durim, me sabër dhe nuk dorëzohet para haramit apo pa drejtësisë, edhe nëse mbetet i vetëm, ai është fitimtar tek Allahu fuqiplot. Sepse Allahu nuk i përkthis për besimtarët. Imam Husajni, paqja qoftë mbi të, në Karbela, nuk fitoi një betejë fizike, por triumfoi moralisht, sepse ishte shembulli më i lartë i palëkundshmërisë. Ai tregoi botës se e vërteta kur nuk dorëzohet, edhe nëse mbetet pa mbështetje. Të dashur vëllezër dhe motra, nëse dëshirojmë triumf në jetë, në fe, në moral, apo në përpjekjet tona, mos kërkojmë rrugë të shkurtra, por të mbështetemi te palëkundshmëria, të mbështetemi tek Allahu, sepse kjo është rruga drejt triumfit të vërtetë të qëndrueshëm. Padyshim që Allahu është me durimtarët, Allahu është me të palëkundurit, dhe kur Allahu është me ne, triumfi është i sigurt herët apo vonë. Sot, më shumë se kur, ne kemi nevojë që të jemi të palëkundshëm, të mos na lëkund stuhia e materializmit, as trysnia e opinionit apo frika e vetmisë, as të mos ta tundoj e të na josh kjo dynja kalintare. Vetëm duke qenë të palëkundshëm do të triumfojmë si individ dhe si bashkësi, si ummet. Le t'i lutim Allahut fuqiplot e të themi: o Allahu ynë, na jep qëndrueshmëri në fen tënde, na bëj nga ata që qëndrojnë drejt e të fortë, edhe kur të tjerët lëkundën. Na dhuro triumfin e vërtet në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndihmoj muslimanët kudo që janë. Jepu triumfin vëllezërve tanë në Gazë, në Palestinë, vëllezërve tanë pra edhe në Iran dhe kudo që janë. Allahu i madhruar në ajetin 55 të surës Nur thot: Allahu u ka premtuar atyre për jush që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira se do t'i bëjë më këmbës në tokë, ashtu si i ka bërë ata para tyre, dhe që do t'u forcoj fenë e tyre me të cilën ai është i kënaqur, dhe që frikën do t'u shndrojë në siguri. Le të më adhurojnë mua e të mos më shoqërojnë asgjë dhe askënd për në adhurim. Sa për ata që pas kësaj mohojnë besimin, pikërisht ata janë të mbrapshtët. Nuk janë të barabartë banorët e xhennetit me banorët e xhehenemit. Vërtet, banorët e xhennetit, ata janë fitimtarët,
ata janë pra shpëtuesi. Triumfi është i sigurt dhe i vërtet për besimtarët e palëkundër, besimtarët e qëndrueshëm në rrugën e Allahut, në rrugën e drejtësisë, në rrugën e së vërtetës. Qofshin për atyre që janë pra të palëkundur në jetën e tyre, dhe Allahu na ruaj, na begatov, na fal dhe na mëshirov të gjithëve inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.